shumë kënaqësi sot në këtë të premte e përfundojmë javën e Prishtinës dhe e prezantoj një mysafir special që vjen për herë të parë në radar. Ka luftuar për lirin, ka punuar për sigurin dhe sot lufton për zërin e qytetarëve në kuvend. Deputet që i shej dëgjon njerëzit nga afër, por edhe person që di ta kthej seriozitetin në humor. Beg Berisha është një nga figurat ma dinamike në politikën dhe sigurinë e Kosovës, një njeri që nuk e ka ndo asnjëherë jetën nga shërbimi për vendin. Jurist me profesion, për zemrën e ka pas gjithmonë në teren, aty ku duhej vepru. Rruga e tij fillon që në moshë të re, kur ju bashkua ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ishte pjesë e asaj gjenerate që lirin nuk e priti, e kërkoi, e mbrojti dhe e fitoi me shumë sakrificë. Pas luftës, Beg Berisha nuk u ndal, u bë pjesë e policisë Kosovës në njësitë më të ndjeshme dhe të rrezikshme, duke kontribuar në ndërtimin e rendit dhe sigurisë që sot e gëzojmë. Në politik hyri me të njëjtin përkushtim që kishte pasur në çdo etapë të jetës. Tashmë mban mandatin e 4 si deputet në Kuvendin e Kosovës dhe është një prej zërave më aktiv në Komisionin për Siguri dhe Mbikëqyrje të Agjencisë Kosovës për Inteligjencë. Por Beg Berisha nuk është vetëm politikan. Është edhe njeri që e do sfidën, themelues i Asociacionit të Sporteve Ekstreme dhe nismës Illyrian Army. Ai promovon çto se pas na ditë. Ai promovon disiplinën, forcën fizike dhe shpirtërore të trit, të i frymzu që të jenë të guximshëm, të palëkundun në çdo fushë të jetës. E çka është më e rëndësishme që e bën të veçantë Beg Berishën është qasja e tij njerëzore. Ai di të dëgjoj, di të flas me njerëzit, ai di të qesh edhe kur temat janë të rënda. Me humorin karakteristik dhe energjinë e tij, Beg Berisha është shpesh ai që zbut tensionet, parandalon konfliktet dhe rikthen komunikimin aty ku duket se ka humbur. Për të politika nuk është vetëm debat, është shërbim, është përgjegjësi dhe mbi të gjitha dashuri për vendin. Për këtë arsye ai njihet si një ndër figurat më afër qytetarëve, me integritet të lartë dhe me respekt që shkon përtej partive e ndasive. Beg Berisha, njeriu që bashkon seriozitetin me thjeshtësinë, forcën me humorin dhe politikën me njerëzin. Ftoj në studio Beg Berisha. Për herë të parë në studio e kemi Beg Berishën, ra ky kandidim edhe u bo sebeb me të pasë në studio, por me prezantu një profil të Beg Berishës kësaj here, jo për fushat. Mirë se erdhe. Mirë që u gjeta edhe i përshëndes gjithë ata që për na dëgjojnë. Si e? Mirë me shëndet? Mirë me shëndet, po i lodhën pak se prej një fushat e tronë, një fushat tjetër, e pritet me botash edhe një tjetër nacionale, se rrethonat përshkujnë që ashtu. Okej, sot s'ka diçka të re? Sot jam seancë prej qytetit në seancë. Drejt seancë. A mund të ketë ndonjë lëvizje ajo? Nuk ma merr mend. A jem ai qetë në kuvend apo në ndonjë pistë me motocikleta?
Në kuvend duhet me bo ato që ma kanë dhonë besimin qytetarët, do më thonë përfaqësimin. E këto knatësit e mija, këto i kom në mole, me motora, me qësa sporte. Pra nuk je shumë i qetë në male? Jo, atje jem shumë ma i qetë. Atje je shumë ma i qetë, okej. Kush të frikson më shumë, ndo një debat politik, apo ndo një zbritje me parashut? Tashti mo as debatet nuk më shtetësojnë shumë, po është ndjenja e përgjithësisë, duke pas qef me i përfaqësu sa ma mirë njerëzit, se nuk jam veç për vetë, edhe në media edhe, po ka rëndësi ajo që ka e bëjë që përfaqësoj, kurse ajo zbritje me parashut ajo veç knatësi, aty s'kam përgjithësi për të tjerët. Unë në fakt s'pe kuptoj hiç këtë pyetje kush të frikson më shumë, a ke ndoshta më mirë me pas pyet, a ke ndonjë frikë ndaj fobi ose jo, a i tutesh diçkafit. Se me zgjedh te një njeri që si tutet, s'besoj, a? Nuk kom vrejt najher naj fobi, nuk kom. Po sigurisht. Kur si e në kuvend, ku të gjenë ma shpesh? Po në komunikim me qytetarët, varësisht çfarë rrethona vjen, se për vetën tash e pekon ma problem me umor me këto aktivitetet e mija, hobet e mija, po kryesisht jam me qytetarë, me trajtimin e problemeve të atyne që i preokupojnë ata, e sidomos tani e kom pas një 4 muaj me qytetarë Prishtinës. Nëse se kishe zgjedh politiken, ku do ishe? Nuk e di, unë jam jurist me profesion, pa ta nisë edhe shkenca sportive me i studiu, po i lashën gjyst për shkak të angazhimeve të mia politike. Une kom avancu shumë në aspektin e sigurisë, dhe më thonë të antiterrorit, edhe nuk ka vend botë që s'jem konë me i studiu edhe në përvatrat luftë, se me i pa qësh ndodhin këto rrethona dhe qësh sanohet kaosi. Kjo është profesioni jam. E nuk e di me çka kisha mujt më marr tash edhe më do vjet, nashta isha dalë në mal që aty. Me kalu kohën. Mirë, po çka të nervozon më shumë? Padrejtësia apo mungesa e guximit? Padrejtësia. Si e përkufizon trimrin sot, jashtë luftës? Po, trimnia mundet mu përkufizu gjithçysh. Po trimni sot është me konë konstant, do më thonë, mës me lujt pej vizionit e pej ides që na me pas shtet funksional edhe sigurt për qytetarët tonë. Kjo është trimni, kjo është fokus, kjo është e gjitha që ka na duhet tash. Edhe korrektësi, besa, edhe drejtësi, edhe sinceritet. Jemi të e përjetu një situatë të qëroditur, si popull. Do më thonë, nuk respektohet ma i vjetri. Nuk respektohet fjala edhe me pas mirë. Ti si fole mirë, si fole keq, aty hin 1000 vetë duhet më të shoh që ke fol mirë. Pastaj nëse fol keq, kanë më të shoh 1000 vetë që ke fol keq, e kanë më të përkra një 100 vetë që ke fol keq. Edhe kjo është një çaroditje, nuk e di ç'është dojmë ja dalë kësaj situatë. Ju, keni një arsye ka vjen gjithë ky mlef, zotri Berisha, se kemi diskutuar edhe në një program, mlefin që shfaqet, sidomos në rrjetet sociale. Këtë mlef si duket na e kem pas gjithherë si popull, mirë po këto defekte na i ka qitë në pa teknologjia dhe komunikimi, rrjetet sociale. Edhe kjo është një vrejtje për neve, se duhet me anis tash me umar me këto tema. Dhe më thonë me i studiu, me i këshur qka, pse kem ka shumë lefna, pse kem ka shprirje për mu përqa, për mu etiketu, për mu sha. Edhe, kom thonë shpesh, na e kem një akademi të shkencave cila për asë një fenomen shoqëror kur nuk e dalë me kallëzu diçka. A kema shumë besim të ligji, apo të instikti, apo të njerëzit? Unë besoj që të njerëzit të cilët arsimohen drejt, se investimet tona duhet më shku në arsim, njeriu i ndërtum, pastaj e zbaton ligjin.
edhe janë të bekum ata njerëz që kanë edhe instinkt për me vepru edhe nuk të kry që me ditë ka me orientu e me vepru drejt. Nëse Kosova do të ishte një ekip e sportit, një ekip sportiv, çfarë pozite do të luaje ti? Unë kryesisht jam njeri që i bëj ato pozicionet më të vështira. Ato që s'kanë doar trokitje, që nuk kanë famë, që kështu, po në kryesisht e kom pa një jetë edhe si thëmi mjetë flamurin dorë, që ato edhe ta një koqit në jesat. Në kuvend kush të mungon ma shumë? Në kuvend, po temat që duhet me i trajtu, edhe kur nuk muj me përmbush ato që duhet, sepse aty duhet me folë me kohë, pastaj ki kundërshtime, pastaj nuk e ki kohën e duhur, se ki fuqin politike që ashtu që shki qef për me i shty do gjona, e mungon përkrahja e nevojshme për me i bo do gjona që ashtu që shduhet. Kush të mungon më shumë, thash? Jo qka? Po, Adem Mikullov si o dek, po vdekja është e natyrshme edhe nuk muj më thonë tash mu përmalu, për to, së mungon ai kush. Okay. A mendon se Kosova ka nevojë më shumë për ligjet forta apo për njerëz të fortë? Kosova ka nevojë, ligjet janë që ato që janë. Si konkret, na e kem një kushtetute, një ligj të mjaftueshëm, do të thonë të avancuar dhe të kohës, se e kem bën në fund, se në fund jemi bo shtet. Por i mungojnë njerëzit konsistent, njerëzit e qiltër, njerëzit që me të vërtet kanë vizion edhe dojnë me lonë diçka për gjeneratat e ardhshme. A është ma vështirë zotri Berisha me fitu një betejë në terren apo një debat në kuvend? Betejat në terren varet çfarë janë, se ato mujnë më konë debate, mujnë më konë edhe luftarake. Në terren është gjithçka ma e letë, se nëse ki trimni, guxim, dije, strategji, ato munësh edhe me fitu, edhe në fund munësh edhe me i humbë, e humbja o tragjike. Por këtu në debate, këtu tashti masi janë vinë shprehje kush ka pare ma shumë, kush ka PR ma të mirë, këto munësh edhe me i humbë prej dikuj që kur gjonë nuk ka mrena, është veç mashtrim optik, po a i të mund debat veç për shkakun si e përkrahin një 100 veç atë me lajka. Ti si e i lajkave, jo? Djem të luftës nuk u këthyn kurën lajka, më duket. Unë e kam edhe lajka, nuk është që s'kam përkrahje. Jo, nuk je kështu që bën gjithçka për lajka, po, në këtë aspekt të thash. Ja, për mu ka rëndësi kjo çka është burimore, çka është shpirtërore, çka është e drejtë, çka është e mirë, po s'dihet kjo është më e zorshmja për me shtyë dhe me mri. Sigurisht, është më e zorshme. Mirë, kur je vetë pas kam bu një pyetje, unë shpresoj të jesh i sinqert, ekipa kam bu pyetjen me çfarë mendimesh përballësh, me çfarë mendime përballësh kur je vetë. Çka i shkon nëpër kokë Beg Berishës kur është vetë shpe? Po, shumë gjona, po se na përballëm jeta është betejë për çdo ditë. Por ju jeni kontribues luftës, ju e dini mirë gjithë këto vite që kanë shku. Ç'a mendon kur je vet? Mendoj qysh me pa qit popull më mirë. Qysh me pa një familje, për shembull, i kom 2 fëmijë, kom qef mi pa të avancuar, edhe me mundësi ata me u shkollu drejt. Edhe unë i kom fëmijën në shkolla të qytetit. Dhe më thonë, publike. Edhe ka njëherë shqetësona, është kvalitative, tani menoj për fëmijët e tjerë, që ashtu qysh menoj për fëmijët e mi, a mujnë me avancu, a mujnë me dalë na për i qiti kurthit të rajshëm, a mujnë me kriju njëre unë Kosovë me të vërtet njëri të forte, me integritet, me dignitet, që kjo Sunny Hill, a di shumë për mbengon që kjo, dhe më thonë defrim. Njeri, këtë jetën e vetë, Sunny Hill, më nuhet për ta bo. E ku është digniteti, ku është integriteti, ku është dija, ku është avancimi, ku është njerëzia, ku jënë qëto gjona që hopen. Se për Sunny Hill ti mund është më bo, vishë që aty një këngëtare dhe dalim që aty valzojmë, ose i thirrim defat, po kjo nuk është gjithë shka njetë.
E që kjo mundon mas shumë të qysh me orientu këtë shoqni që për të ardhmen. Ati për të ardhmen kështu pak ma të largë, çka dojmë më vepru, se për kona gjesh na e bojmë kur dusha, dhe nuk është... Po mendoj që Sani Hilli nuk është letë me u bo edhe është shumë organizimi mirë, por paralelisht me prioritet sigurisht që do duhet punonim edhe për sistemin e arsimit. Sistemin e arsimit shëndetësor, gjonat bazike, ujnë e pishem, për shembull trotuaret, qëto gjona që na preokupojnë për gjithë ditë. Çfarë i thot pra në këto mendime Beg Berisha, a ka një përgjigje kur mendon? Qysh më u kthy? E kam përgjigje për gjitha. Mirë po, më vyn me pas forcë ma shumë të akumulu me politike për më mujt me i zbatu. Se këtu është problem, se thash që jem një gjendje të qërëditur si shoqni. Pastaj është lajmëru një lloj njeriu këtu, a e keni që thojmë na ish mafi valla. Tash njerëzit përjetojnë ato, e ka bleni kërtë mirë, e ka morë një vend për me ndërtu një banes, edhe tashti po menujnë si gjithë shka në botë sillet rreth tyne. Tash kur të qojsh dronin manelt, pak, e shenë Kosovën sa e vogëla, me çfarë probleme ballafaqohet, edhe sa njerëzit i kemë parë si mum, edhe sa pak kemë dikim na, edhe në Kosovë, se lemo, se sigurinë e Kosovë, se ka në dorë tjetër kush, e kur ti nish fjallët e njerëzve, qysh mënohen me ta spjegu si une me Amerika, tje i vendosi dësane, e që to më pengojnë mas shumëti. Këtu na nuk ke mundësi, edhe këtu nuk ka mafi, kom thonë 100 herë, mirë po këtu ka njerëz të lasdrum që i kanë ko boka do pare e që nuk pe kuptojnë realitetin tonë. Është mirë që ne jem shtet i lirë, po ndikimi tashti të disa media që e keq informojnë, do më thonë, duhet me konë informimi drejt. Duhet me ditë çfarë takati kem na për botën. Nas po kem takat minresh do puseta. Kur kush nuk po këshyr për tokë, po krejt njerëzit dyqysh që janë të fluturu. Është mirë më ra për tokë njerë na, me këshyr se kem raste shumë sociale, qysh me umar me ta, qysh me i kry, qysh me pas ujtë pishëm, re. Ta është une të fol gjona që janë bazike edhe të përball me realitetin tjetër të PR-it të disa njerëzve, shkojnë në një fshat në Hajvali, këtu në Prishtinë, a është me Prishtinë i kapën. Edhe ishtë një familje Ramabaja, 40 shtëpi që 25 vjetë nuk kanë rrymë. Dhe më thonë problemin e kanë një kabull bystek ose me nru një trafa. E ta shtë ti midis Prishtine, e ki një lagje që ashtu. E full për gjona të mëdhaja si ti dënë me bo Prishtinën, metropole dënë me bo, për besë që to po mëndojnë shumë edhe janë rana. Apo kupton, të shtin në Facebook 30.000 euro, ose në Instagram. Mirë po qajo lagje nuk ka rrymë, dhe më thonë, me disë Prishtine. E shto gjona po mënona me i spjegu me njerëzit. Pastaj kom edhe një problem tjetër. Këtu në Prishtinë, njerëzit menojnë që është katunari edhe o primitivizëm më dalë më vëtu. Edhe është primitivizëm nëse dikush full shull Shqip, është ma i keq se ky që e ka harru Shqipen, se ky që ardhë për Anglije e bën gabime në gjuhë, ky din. E ky që është burimore, që është me problemet të balafaqu e të i njof mirë që është fërmon qyteti, dhe me nuk është mod, nuk është trend, nuk është stili, nuk është i mirë. Në fakt, i të njëjtit njerëz përballën me çto probleme këto ordinere janë këto. A i ke taku edhe gjatë kësaj kohe këto mendësi? Po. Unë fakt jam, ti tha vetë, unë jam në teren këtë kohën. Mendësit që po i përmend, se po më intereson çfarë përgjigje ju ke dhënë, se me të vërtet jemi një masë e madhe e njerëzve shumë sipërfaqësor. Ne nuk shohim për tokë, nuk shohim problemet, nuk i flasim ato. Po. Ka fenomene shoqërore shumë që duhet me u shpjegu, edhe duhet me u trajtu. Dhe me thonë gjitha këto. Për shembull ka njerëz që kanë probleme me fëmijë. Fëmijët kanë për shembull me autizëm janë. Kanë o kjo smundja e tokë si e kanë. Unë e takona me krejt ta njerëz, edhe më shpjegojnë sa problem është. Po, sa probleme me ta. Pastaj kanë problem njerëzit edhe me jetesën, me gjendjen ekonomike. Po fjalët
fjalët na pi folim diçysh ndryshe, jo që përkojnë me situatën që e kemë. Na do të thonë, sikur jemi bë popull me dy karaktere. Një personi edhe surrogati. Ma shumë ki punë me atë surrogatin që paraqitet sikur ai ka në kontroll do gjona jashtë Kosove, a ky në fakt kur të këshysh këtë njerin, personin fizik që e ka marrë Zoti, ky ka probleme krejt bazike. Unë po mundohna me komuniku jo me surrogatet, po me personin i cili ka probleme e po du mja kry punë qati që e ka marrë Zoti njerin. Jo me këta surrogatet, se me këta me dy ftyrë, s'pëdi që mi thonë. Shumë bukur e tha, është kjo masa njerëzve që e konsiderojnë si provinciale këtë menim, a në fakt kështu do të ishte ma e mbara me menu dhe me folë për aty ku prekim për ditë. Mirë, nëse të duhet ta përkufizoje burririn në një fjalë, cila do të ishte ajo? Ma kujtove temën që jemi folë një ditë studio. Inshallah nuk kam pa një përballje me një feministe tashpër. Jo, absolutisht. Burria çka është? Burria është një njeri që i rrin gati familjes vetë, që e trajton mirë gruan e vetë, që i trajton mirë edhe i ka në mendje gjithmonë fëmijën edhe avancimin e tyre në jetë, që e don vendin e vetë, që kur të rrezikohet liria jonë, e ka pushkën e del me vdek, sa i shkon edhe për familjen, po shkon edhe për ardheun. E burri nuk e di që shmunët mu qujtë ndryshe. Burria është shumë e thjeshtë, që kjo është burria. Edhe me pas sinceritet, minimu ati që është nevoj, edhe mu silë mirë, korrekt, mësë më rajt, mësë më mashtru, qështu di që është nduket. Në vitet e 99-ta, qka do t'i flisje Bek Berishës? Qka do t'i thoje nëse tash do t'a kështë përbalë? Kësha pas mi thonë, nashta, a po thunë duke dit këtë tarmen, që e kësha thona? Sot. Unë e tashti, po më gushtën, se unë e di që e kësha thonë, mirë po ashtu nga dëgjojnë djemëtri, edhe jeta vazhdojnë, edhe nashta ata kanë mu përbal me situata që ata duhet më vepru visionin atë ko. Pra kësha dit mi thonë kështu, po kjo nuk du të më morë pej trive. Ik për i këti veni se kur nuk i mu respektu për ato që e ki drejt, sinqert edhe për brumin që e ki. Ik sa ma lërë për i këti veni. Por, unë e tash nuk jam pishmën që jam konë qaj që jam konë edhe që jam përballë me krejt këto probleme edhe kemi mride i qëto. Se menoj që kjo është krejt proces që në fund ka më dalë mirë. Sepse adheujt është adheujt, edhe që ka pa drejtësi, edhe që përballësh me turli lloj rrane mashtrimi pa drejtësive, duhet me qëndru edhe i fortje vish kur qëndran. Kjo më ik, kjo nuk i thëmë kërkuj, si kësha thonë as vetit. Po javlen edhe më dek për këtë vend. Jo për do njerës që i shohim sot të morë pozicione, po për qëtë vend, për atë dheun, më dheun, që i thujmë nësi i kemë non e bob token, javlen me vdek qashtu si së të gjyshri tonë. E tha për vitet e 99 në vet atëherë për si djali luftës, apo si djali një iri Kosovës? Në vish i luftë që më konë të naherët, edhe si thmi. Jam rrit në qatë brëm, edhe jam informu, edhe kom ledzu për qatë ditë, se është ditë që na kemë përbalë me qatë. Sa kemi ditë me ju qëndru afer djemve të luftës? Nuk është qeshtja sa kem ditë me trajtu njeri unë si njeri. Sepse disa edhojnë kontributin në format ndryshme. Por na nuk kemi ditë më vepru për venin, për tënësin, për këto të përgjithshme nuk kemi ditë më vepru. Edhe ka pas edhe prej neve që këj qatë sakrifise kanë bo, po s'kan ditë mu gjinë. Për ta o kone pa njërë, pastaj rruga, liria, ato bashkësia ndërkombëtare që u thesh keme neve, krijimi institucione, po me gjithat jo në bo. Ka pas edhe gabime, ka pas dikush që ka morë në thue, s'ka dite. Një pyetje një dëgjusë më tha me tabo pse la Istogun. Unë Istogun nuk e kom lënë, se unë në Prishtinë jam kom lind, jam rrit, luftën e kom bo në pjesë Dugaxhinit anej, jam kthy prapë në Prishtinë, unë Istogun e kom zemër. Mirë po Istogu si duket nuk është i gatshëm me ndryshu. Istogu është met për gjëna,
Pse Istogu shumë punë mira kishë bo? Shumë punë mira Kishim ka kryetarin bo. I lirin këto? Po, shumë punë mira kanë bo. Mirë po aty, hala thojnë, o dek presidenti, na kalon amanet, ku për neve, po dojnë më na myt, hajde të fitojmë na, qështu. Dhe më thonë, nuk përdu me kritiku se unë komor një betej tjetër, mirë po aty edhe si duket nuk zhvillohet as debati mirë filled, si kur të isha aty, kisha dit një 3-4 pyetje me abo, edhe e kishit harruju këtë iden si Istogu është mirë. Mas janë 13 fshatra që 25 vjetë nuk kanë ujë më pi, këto tjerat pastaj janë pëllovra. Okej. Është një kolegi yti, pra, po dalim në Suharek, që bën çmas me e bo Suhareken e me udok si Gjakova, por që e ka të pamundur. Ai po provon me teatr, me sheshe, me të gjitha për Gjakovar brenda Suharekës ka. Bali Muarema I përshëndetje I nderuar. Okej, presim. Jo, të tërkuj që thot përit. A I kemi gati, kryetarin. Për ndryshe, për si shembull, për punën e jashtëzakonshme që e ka bën Suharek, unë besoj të gjithë e duar trokasin, edhe punën Ardian Gjinit, edhe të Bali Muaremaj për projektet që kanë realizu. Jo pse jemi në fushat, I kemi pas shumë shpesh në radar, se I kemi edhe miq, dhe I kemi duar trokit projektet e tëna, I kemi gati. Okej, do t'a trason. Si ishin sondazhet brendshme, a keni bo? S'po kom pare se I kësha bo edhe unë. Kushtojnë shtrajt. Një pyetje zakonshme, një tiktokeri ose në Facebook do të thoshte ju s'keni pare? Po, aty kushtojnë shtrajt të sondazhe për mi bo. Do I bojnë këta që janë pushtet, këta që nuk ka mundësi mi bo ashtu. Për shembull unë jam pak ma praktik, nëse dalë në teren edhe më vynë për nevojat terenit, komunikimit direkt. Cila është një pyetje që s'ki dasht kur me ta bo? O, mi kanë bo gjitha, edhe jem po që të kanë bo mundi keq? S'kom pas nëj. Jo, unë jem njeri por edita nuk ka maso probleme. A e mendove disa herë çështjen e kandidimit? A është sfiduse? është sfiduse, sigurisht. Është shumë sfiduse, po veç jo menu një herë, një 5 minuta, edhe I pava nevojat edhe qytetarve, edhe mu këthy filmin një herë se që apo përjetojmë Prishtinë, dhe më thonë janë 12 vjetë shku me këtë. 4 vjetë shpendametit kemi folë për do kifle, jo kiflet janë zeta, opozita thëshin jo kiflet janë bajat, edhe 4 vjetë janë shku qështu. Edhe do kungja. 4 vjetë tjera I kanë hargju qytetarët e Prishtinës me Bergji, u përmen ke Bergji është një organizat financusa, s'diqka, po nuk e desha që ka Bergji shumë për do autobusat sarit. Dikur autobusat u bonë, thësha më që në helikoptera. Po ata ishin konë autobusa edhe tashti, gjysa e tyne s'po heshin në këferës, që ka që konë puna e tyne. Po, qka është e rëndësishme, edhe është e keqe, 8 vjetë në I kanë hup me qëto 2 tema. Kjo aktuali në I ka hup me Sani Hill, lexoni libra me qësi për lavra. Kjo do më thonë, kjo as kifle s'ka bo. Bali Muaremaj, mirë se erdhe kryetar. Mirë se gjeta. Si e? Am ke ndëgju në pjesën e parë çfarë thash? Jo, më në kemi obligim me tash, po është shumë shtrajt. Si e, mirë, ku vendi Lezhës mirë? Po vendi shumë I bukur I Lezhës, Suhareka me lule, poha mirë, atmosferë, po përgatitëm për festat e fundvitit. Çdo san në vi. Po përgatiteni për festat e fundvitit, do më thonë e dilja punë e kryma, ha? Po, unë besoj që po, se qytetarët vendosin, nuk vendosin mirë. Që shka shku, kryetar? Një fushat e qetë, me të vërtet, po vjen mirë që Suhareka janë njerëz qetë, punëtor, civilizun, debatet janë konë qeta, s'kena pas asë probleme me të vetë, shtu që kemi vendosën të ligën, ajë që fiton një anë dorën në Republikën. Une në studio e kam kolegun tënd Bek Berishën. A do kandidoje për Prishtinën? Po, që Beka është një njeri punëtor, I qetë, I kulturun,
e ka dhënë provimin gjatë luftës, të gjithë ata që ka dhënë provimin gjatë luftës e dojnë këtë vend, edhe nuk e lëshojnë këtë vend. Edhe krijojnë kushte gjërata që janë mas neve, me thonë që ky vend është i mirë, këtu punohet, këtu jetohet, këtu pa civilizim. Kryetar, nuk kemi ndëgju në kohën e zjarreve të mëdha që përfshin zonën e Suharekës me të ru për punën, për vullnetin tënd që e afër çdo Suharekas? A Suharekalie? Çush i thoni ju? Jo, Suharekas. A Suharekas, okej, që i qëndron afër. Ball, del shpirti për me i bo si Gjakovart, po sha me bo. Allah i bret ditë kërpun që një gjatë lova. Ne jemi shembulli ma i mirë i yti. A kjo arë me përbu rusën e Suharekës? Do të vije, kemi lënë takimin pas zgjedhjeve bashkë. Ku e ceke të zjarët? E kemë obligim në kryetarët e komunën. E kemë më konë shërbim qytetarëve 24 orë. Je shembull, kryetar, shembull për të gjitha komunat ndaj të thira sot në programe që edhe kishim Bek Berishën në studio. A ditë çka po thojnë opozita? Qa po thojnë? Po thojnë kryetari pikall e masaj po shkon pishkrim vetë. A thu ka shumë punë vetës din me i nxjerr? Veç e ditë do me thonë diçka kokomar kryetar në 2018. Po. Edhe nuk ka ndodh. Alo? Po ndëgjojmë. Alo? Po ndëgjojmë, kryetar. Fol, bali, bra. E nali. E ndali, po këtë nuk po në ndëgjon mirë. Unë e di që e ke shumë e rëndësi seancën e kuvendit tash. Po. Do të liroj për pjesën tjetër. Unë e vlerësoj shumë prezencën tënde sot në emision. Uroj prap me të pas për tema të ndryshme. Besoj po. Të priftën bara të dielën. Faleminderit, kujdes komunikacion se unë ty t'i goj të vëzik tjerë. Kujdes edhe ti në komunikacion. Po të përcjellë unë, po. Faleminderit. Shumë faleminderit.